Muzika ka qenë epiqendra e këtij edicioni të Musex në Tiranë, duke krijuar një atmosferë të gjallë dhe të vazhdueshme për 3 net me radhë, që në mbrëmjen e parë ritmet elektronike i dhanë start festivalit me energji të lartë, duke mbledhur një publik të ri dhe dinamik. DJ-t dhe performuesit sollën një eksperiencë moderne ku tingulli dhe vizualet u ndërthurën për të krijuar një ambient festiv që zgjati deri në orët e vona. Nata e dytë solli një tjetër dimension atë të muzikës pop dhe rap. Në skenë u ngjitën emrat njohur të skenës shqiptare si MC Kresha dhe Lyrical Son, të cilët u mirëpritën nga publiku me entuziazëm të madh, duke performuar disa nga hitet e tyre më të njohura. Ronela Hayati solli performancë energjike me plot ngjyra, ndërkaq që artistë të tjerë si Sardi Strugaj, Bleta e Fez kontribuan në një mbrëmje që ndërthurte stile dhe ritma të ndryshme. Festivali u përmbyll me natën rock, e cila solli një atmosferë të fuqishme dhe plot emocione. Eugen Bushpepa dhe grupi legjendar Elita Pes ishin ndër emrat kryesor që ndezën skenën. Por Musex nuk ishte vetëm muzikë. Për 3 ditë piramida e Tiranës u kthye në një qendër të industrisë kreative ku u ndërthurën arti, teknologjia dhe biznesi. Programi përfsheu mbi 15 panele diskutimi ku ekspertë vendas dhe të huaj trajtuan tema që lidhen me zhvillimin e industrive kreative, sfidat dhe mundësitë në tregun rajonal dhe ndërkombëtar. Diskutimet u fokusuan në muzikë, film, media, dizajn dhe ndikimin e teknologjisë në këto fusha. Pjesa e konferencave është zhvilluar drejt suportimit të artistëve të ri dhe artistëve që janë më established krijojmë kontakte për tyre. Pra, janë të ftuar nga ana muzikës, ajo që merrem edhe unë është ideja record label nga Europa dhe nga UK, menaxher muzike, drejtues festivalesh, shumë edhe profesionistë të tjerë është ideja. Dhe logjika është që panelet që do zhvillohen këto 3 ditë drejtohen drejt kësaj teme, si suportim artistë lokal që bëhen ndërkombëtar, struktura që mungojnë të gjitha, por duke qenë se kjo është bërë edhe vjet, dhe vjen shumë në drejtim të konferencave, këtë vit shoh që gjëja edhe më praktike se vjet. Se megjithëse është konferencë dhe gjitha, por të mendimi im është që nuk është vlera asaj që ti mëson, se patjetër që ti mëson edhe dëgjon një perspektivë tjetër, por është realisht mundësia që krijosh një far kontakti, qofse je artist, qofse je band, qofse je DJ, se për gjithë. Krijon një far kontakti, shef një perspektivë tjetër është ideja, se realisht që të marrësh të njëjtin lloj network, ose gjitha është i njëjti standard si shumë brenda konferenca dhe në vende të tjera të Europës apo të Anglisë. Kështu që është ai nivel dhe ja vlen të vishësh ide që nga Kosova ose nga kudo, it's a short ride për kontaktin, për eksperiencën dhe për njohurinë. Një pjesë e rëndësishme e festivalit ishin edhe workshopët, ku pjesëmarrësit patën mundësi të përfshihen drejt për drejt në procese krijuese dhe të përfitojnë njohuri praktike nga profesionistë të industrisë. Këto aktivitete u vlerësuan si një mundësi konkrete për të rinj që synojnë të ndërtojnë karrierë në fushat kreative. Në hapësirat ekspozuese, kompani dhe institucione prezantuan punën dhe projektet e IDET. Ndër ekspozuesit që shpalosin krijimtarinë ishin dhe festivalet nga Kosova, si DokuFest, Anibar e Hardfest. Drejtuesit e tyre shpalosën kënaqësinë që prezantohen në Tiranë dhe ftuan pjesëmarrësit që të vizitojnë festivalet që i organizojnë në Kosovë. Në fakt është pjesëmarrja jonë e parë në Tiranë, në një panel, në një festival ndërkombëtar, dhe bukura e këtij festivali është se për të parë mbledhen gjithë festivalet. Dhe kjo na ndihmon që me shkëmby idetë tona, me shkëmby përvojën me festivalet të tjera të rajonit, po dhe të Evropës. Kështu që kjo na shërben po ashtu sidomos me prezantu kulturën e Rushit, kulturën e ardhisë domethënë të Ravecit dhe të Kosovës. Dhe mbi të gjitha me përfaqësu Kosovën në mënyrë sa më denj, jo thjesht për turistë shqiptar, që kemi bërë çdo herë edhe për turistë tuaj, por edhe me dalin një dimension tjetër, pse jo edhe njerëz me pas se çka mundet me ndodhë realisht në muajin shtator në Kosovë, përkatësisht në Ravec. Është shumë e rëndësishme. Mas parti edhe duhet më falenderu Muzexi për ftesën që na ka bërë për me marrë pjesë në këtë event që neve na ndihmon normal që më qenë më afër audiencës brenda Shqipërisë, për shkak se Anibare ka festivalin e animacionit, i cili është ndërkombëtar dhe i cili është një prej më të mëdhajve në Ballkanin Perëndimor. Për atë arsye është shumë e rëndësishme që na me pru çka do punën tonë që e bojmë, jo vetëm festivalin, po dhe Akademinë e Animacionit edhe Anibar Studios në shtetet fshinje, edhe me pru animacionin sa më afër audiencave të cilat na gjithmonë kanë qenë më pas pjesë të festivalit, po edhe të organizatës përgjithësi. Se ngjarje të tilla si Musex
që disa quajtën festivali festivaleve, janë me rëndësi për nxitjet e industrisë dhe prezantim të kulturës, pajtohen edhe prezantuesit e festivalit ndërkombëtar të filmit në Tiranë, sikur edhe përfaqësues kompanish që organizojnë festivalet muzikës elektronike në Shqipëri. Tifi është një nga festivalet më të rëndësishme fakt në Shqipëri, është viti 24 këtë vit që do bëhet, Tirana International Film Festival, që përfshin shumë kategori me filma gjatë, shkurtër, tribut, nga gjithë bota vinë aplikimet dhe në këtë periudhë po vazhdojnë akoma aplikimet dhe besoj një nga rëndësitë e përfaqësimit në këtë festival do të jetë që takimi me pika tjera të fushave të ndryshme arti, se ky panajir përfshin shumë fusha të artit, jo vetëm filmit, po muzikën, ka shumë sektor të ndryshëm dhe besoj është një mundësi takimi që edhe në të festivalin e Tifit këtë vit konkretisht për shembull, të kenë mundësi edhe ata që nuk e kanë parë, ta shohin, ta njohin, ta prekin. Ashtu si dhe ne të tjerët, do të thënë marrëdhënie ndërsim. Ne ofrojmë eventet elektronike më të mira në Shqipëri dhe në rajon. Kemi këtë vit Sundance Festival, i cili është highlighti i këtij viti, organizohet në Korrik, 9 deri në 12 Korrik të këtij viti, me presmarrje jashtë zakonshme të madhe të DJ-ve ndërkombëtar dhe vendas. Kështu që ju ftoj të vini në Sundance Festival. Edhe të rinj gjendën vend në ngjarje. Një nga ekspozuesit, një shkollë muzike, të roqi vëmendje përmes promovimit të talenteve të reja të muzikës. Shini, kemi mbledhur këtu shumë të rinj të talentuar, të cilët në fakt i mbledhin muzika, nuk i mbledhëm ne, kështu që prandaj trajnojmë të rinjt, të cilët kanë pasion muzikën, i japim një mundësi më tepër për të performuar në skena dhe për të zhvilluar akoma më tepër në talentin që ato kanë. Dhe e rëndësishme të jemi në muzikë është sepse këtu na u bashkojnë shumë të rinj të tjerë, të cilët kanë gjithashtu pasion muzikën dhe që mund të na bashkojnë qendrës tonë performancë për më tepër trajnime dhe gjithashtu për më tepër performanca interesante. Në ceremoninë hapse të festivalit Musex, organizatorët dhe përfaqësuesit institucionale cilësuan këtë ngjarje si një platformë unike që bashkon artin, industrinë dhe edukimin në një hapësirë të përbashkët. Themeluesi i festivalit e theksoi simbolikën e zhvillimit në Piramidën e Tiranës, nga një vend që dikur përfaqësonte izolim në një qendër të hapur për kreativitetet dhe ide të reja. Ndërkohë, përfaqësues të institucioneve vlerësuan rëndësinë e nismave të tilla për thyer barrierat në art dhe për të fuqizuar industrinë kreative, duke e konsideruar Musex si një sinjal të qartë të ambicjes për zhvillim dhe bashkëpunim në nivel rajonal ndërkombëtar. E ke menduar ndonjëherë veten tënde pa dëgjuar muzikë? Sipas organizatorëve, ky edicion ka shënuar rritje të dukshme si në pjesëmarrje ashtu edhe në cilësinë e përmbajtjes. Me pjesëmarrës nga mbi 24 vende, Musex ka krijuar një hapësirë reale për rrjedhim dhe bashkëpunim, duke lidhur artist, producent dhe kompani kreative nga rajoni dhe më gjerë. Përfaqësuesit institucionale kanë cilësuar këtë festival si platformë të rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë kreative, duke theksuar se ngjarje të tilla kontribuojnë jo vetëm në promovimin e artit, por edhe në zhvillimin ekonomik dhe turistik. Në përfundim, Musex 2026 u dëshmua si një kombinim i suksesshëm në mes të festivalit muzikor dhe një platforme profesionale për industrinë kreative. Me një program të pasur, pjesëmarrje të gjerë dhe reagim pozitiv nga publiku, ky event po konsolidohet si një pikë e rëndësishme referimi për skenën kulturore në rajon dhe më gjerë.